prej një muaj që të dy ishin vendosur në këtë shtëpi me qira në fshatin Ndërmisht të Finiqit, e mitura ka deklaruar se Jati kishte abuzuar sistematikisht me të disa herë brenda muajt. Kanë qenë fqinjt në fshata ata cilët kanë vënë re situata edhe gjeste të çuditshme në shtëpinë ku jetonte 57 vjeçari me të bijën dhe menjëherë kanë bërë denoncimin në polici se diçka nuk shkonte në banesën e tyre. Nga investigimet e policisë kanë arritur në konkluzionin se Jati mund të abuzonte me të bijën. Janë ende në dyert të komisariatit duke dhënë deklaratat e tyre lidhur me këtë ngjarje të rëndë. Denoncimi është bërë nga të afërmit, nga banorët, pra nga fqinjët, jo nga vetë vajza? Fillimisht denoncimi nuk e ka pasur fillimisht vajza Kurajon, është bërë nga fqinjët cilët dyshonin se në banesën e tyre ndodhte diçka. Teksa menjëherë pastaj nga investigimet e policisë është arrestuar Jati dhe vajza aktualisht është duke dhënë dëshminë e saj pranë komisariatit aty ku normalisht gjendja e saj është e rënduar nga ana psikologjike, por është duke dhënë detajet përgjatë një muaji abuzimi. Përsa i përket nënës vajzës, ajo që dihet është se jeton në një fshat të lushnjës dhe ka probleme të shëndetit mendor duke bërë atë kështu të paftë për të kujdesur për të bijën. Gjithsesi këto janë detajet e deri më tanishme për këtë ngjarje mjaft të rëndë. Për fat keq një tjetër ngjarje e ngjashme si kjo shënohet në Sarandë shënuar ditën e djeshme ku një 67 vjeçar ka ngacmuar seksualisht një 15 vjeçare. Dyshohet se ky shtetas ishte në një lidhje intime me nënën e të miturës, teksa dje në banesën e tyre ka shkuar për t'i vizituar, ka ngacmuar seksualisht 15 vjeçaren. Edhe prindërit e kësaj 15 vjeçare ishin të divorcuar.